drejta kushtetuese I ka lindur vetëvendosjes si propozoi kryetari I Kombëtarit sipas rezultatit të zgjedhjeve, prandaj lind edhe detyra kushtetuese që të garantojë më shumicë për votimin e kandidatit apo kandidates për kryetarin. Pra në këtë rast, Divizja vetëvendosje ka për detyrë kushtetuese në momentin që I ka lindur drejta kushtetuese që propozoi kandidatin të gjejë edhe konsensusin brenda kuvendit në është kandidatit. Nëse këja ka kuptuar qeverinë tradicionale, a keni qenë ju për apo kundër kësaj ideje të ligjit demokratik? Ajo është qendrim zyrtar I LTK-s si zgjidhje opcionale për kalimin e krizës, një qeveri me një mandat dhe afat të caktuar për të krijuar një situatë më të relaksuar politike dhe për të gjetur një zgjidhje më të pranueshme deri në zgjedhje. Pra, ideja është që të ketë një qeveri të përbashkët me një mandat të caktuar, në mënyrë që të kalohet kjo situatë dhe të relaksohen raportet ndërmjet partive politike dhe të ketë pastaj një solucion. Deri kur do të vazhdoni kështu me abomin e parkuar argatin Çka nuk kupton argatin. Në farforme, domethënë deri kur kemi vazhduar me mbledh do 48 orë apo kemi marrë argatin ndaj Albin Kurtit dhe ndaj asnjë tjetër është detyrë kushtetuese, është detyrim ndaj qytetarëve që na kanë votuar dhe është obligimi I unë që paraqitemi si mas rregullore si kuvendit të Republikës Kosovës do të ishte për të tuar gjetur zgjidhje. Zhvilloshme që është obligim kushtetues, a ndjeni ndonjë përgjegjësi ju si opozitën e kaluar të ngërshëm të marrë parasysh që tashmë ka të shtu lëvizja vetëvendosje dhe janë shkaktur. Drejta kushtetuese I lind vetëm lëvizjes vetëvendosje sipas gjykimit të gjykatës kushtetuese viti 2014 I ka lindur e drejta vetëm partisë apo koalicionit që del I pari me rezultatin zero që të propozoj kandidatin apo kandidaten për kryetar të vendit. Pra vetëm ata kanë të drejtën dhe normalisht me këtë drejtë lidhet dhe obligimet. Dhe ata kanë obligimin që të krijojnë një shumicë që ta kalojnë kandidatin që propozojnë. Nëse do të ishte një situatë ku ata do të kishin numra që vetë ta zgjedhin kryetarin e vendit, normalisht që është e drejtë absolute të ta propozojnë këndon sepse I kanë numra të kalojnë. Në momentin ku një subjekt politik, qoftë ai koalicion, grup partish apo parti vetme, nuk I ka numrat atëherë detyrohet që të bashkëpunoj. Bashkëpunimi është dialog. Dialogu don të gjitha palët me shumë ka pak per. Pra në këtë rast I lind obligimi lëvizjes vetëvendosje që të jetë ajo që ofron dhe gjatë zgjidhjeve.